Çdo fillim ka mbarim, këtë e dim të gjithë, prandaj do kemi kiamet, do kemi surin e parë dhe të dytë. Do të ndryshoj çdo gjë në botën e krijimit dhe botën e urdhrit. Alamul khalq, wa alamul amr. Por jo edhe në hamdin e tij, për shkak se edhe në botën tjetër do të themi si xhenetli. Banana si xhenetin, Zot i gjithëmshëshëm, më shpëlot. Hamdi është për Ilahin, i cili përmbushi premtimin e tij ndaj nesh dhe na bëri të trashëgojmë tokën, duke shijuar parajsën ashtu si duam. Sa shpërblem i bukur për punëtorët. Tani dhe vetëm tani, me këtë bindje, duke u ngritur nga rukuja, thua: Semja Allahu liman hamida. Në vertikalën tënde në këmbë, qiyam, duke aktivizuar neuronet e trurit për ta lidhur zemrën me Ilahun, në hamdin e tij, sistemin e tij, para se me shkuar në sejdë e thua: Rabbena walakal hamd, Zoti ynë, dhe për ty është hamdi. Keni kujdes, këtu ka ardhur në shumës, kur i drejtohemi Rabbena, Zoti ynë, ka kuptim të hatashëm, të nderuar besimtar, motra e vëllezër shqiptar. Këtu në ndërpres pjesën e parë në lidhje me rukun, nëse kjo që paraqita juve ju ndihmon, e provoni, keni rezultate pozitive, ju lutem më shkruani të vazhdoj me pjesët tjera. Unë këtë punë e bëj me dashuri të madhe për ta bërë të skije shpirtin tim dhe që ti ndihmoj shqiptarët me zemrat shëndosha me informacionet Kuranit. Tani, kur i përdorit disa qilpopa në dokumentaret e mia, e kam vetëm sa për ilustrim, kuptohet edhe që të vetë djesohen, të zgjohen nga gjumi, të mos thonë nesër se nuk e kanë ditur, por unë jam thellë i bindur se do ta kenë vështirë për shkak se kanë shumë gjunohe, dërsa gjunohi i tyre më i madh që nuk e fale Zoti Arshit Madhështor, është se mbi fenë tonë, feja e shqiptarit, është shqiptaria, imponojnë fen e tyre të sultanit. Pra, ne si shqiptar duhet atyre mua falë. Kjo është kusht para sa atyre mua falë Zoti. Zon po lam selam pace kudo që jeni duke marrë frim. Këtë vështirë si djegur,